burrave ju shkon ajo e biznesit, ajo e parave të fituara sa më shumë, sa më shpejt se s'ka kohë, sepse edhe gratë sot duan burra të tillë. Për burrave djemve po i kërkohet që në moshë të hershme të fitojnë më shpejt të ardhura. Është fenomeni i të pasuruarit, të arriturit pushtet dhe prestigj sa më shpejt. Dhe po arrin të kuptohet që nuk ta jep shkolla, nuk ta jep ajo diploma 4-5 vite, por ta jep një punë e cila do vuash, do sakrifikosh vitet e para dhe më pas do kesh ti atë prestigjin tënd. Dhe këtë kryesisht pra djemt dhe burrat e shohin e mendojnë se është tek emigracioni. Prandaj një pjesë e tyre duan të ikin. Kurse grave, vajza ju mësohet që ty të duhet një diplomë, ty të duhet një punë zyre, ty të duhet një punë më komode, që ti jesh e gjendshme edhe në shtëpi, edhe në punë. Sikur ende ju shkon vajzave kapele e diplomës, kurse burrave ju shkon ajo e biznesit, ajo e parave të fituara sa më shumë, sa më shpejt se s'ka kohë për burren, sepse edhe gratë sot duan burra të tillë, ose ndoshta i kanë hequr gjithë kërkesat e tjera që mezi po luftonin të kishim, tani duan vetëm paranë dhe e shohin si vetëm shpëtim.